Cilat janë suplementet që përdor? Suplementet që unë përdor momentalisht janë një EAA, që janë aminoacidet esenciale. Përdor një kreatin dhe një protein. A mund të flasësh pak lutem për kreatinën? Se shoh shumë domethënë paraqykim. Kreatina të fryn, kreatina kështu, kreatina ashtu. Sa është tamam kreatina, a është e rëndësishme, a është e domosdoshme? Kreatina është, si të them unë ty, një recharger i energjisë. Dhe përveç se benefiteve, domethënë asnjë të keqe nuk mund të kesh, sepse është super thënë që është e mirë studiuar etj. Trupi jon funksionon me adenozin trifosfat. Dhe sa herë çlirojmë një energji, molekul energjie, ikën një fosfat dhe bëhet difosfat. Është molekula e kreatinës që e bën sërish trifosfat. Pra, kaq bën kreatina, thjesht të jep një lloj energjie dhe të bën një rikuperim më të shpejtë dhe ti mund ta përdorësh për qëllimet sportive. Në studime të mëdha thuhet që të marrën doza të mëdha ndikon edhe tek truri, pra vlera mund të bën trurin më të mirë në memorie dhe në mendim, por që ky është gabimi, sepse nuk e lexojnë, është në doza 10-20 gram. Dhe të marrësh në doza 10-20-30 gram është too much, sepse diku do filtrohet, do pastrohet ai gjë, nuk është se thjesht futet dhe del. Kurse unë personalisht e kam pirë me vite dhe them që doza më e mirë është 2-3 gram që ta pish konstant dhe as nuk e rëndon trupin dhe gradualisht i mbush depozitat dhe pastaj e përdor, domethënë ka trupi aty gjendje për ta përdorur, se nuk është se kreatina është diçka që e pin tani dhe shkon gjak dhe e ke për pastaj. Është një gjë që mbushet gradualisht dhe trupi e përdor, e ka si depo. Pra, domethënë nuk ka nevojë me bën një pauzë mas një periudhe. Në qoftë se e merr në 2 gram, 3 gram nuk ka nevojë. Në qoftë se merr dozat më të mëdha, normalisht që ke për t'i lënë pak hapësirë trupit marrë frym, sepse çfarë ndodh? Trupi do marrë aq sa do. Ti mund t'i futesh dhe 100 gram, nuk do marrë 100 gram. Kupton? Aq sa do marrë. Thjesht pjesën tjetër do lodhet ta pastrojë dhe ta nxjerrë. Dhe kjo mund të jetë ai vetmja gjë që mund ngarkoj trupin. Dhe bëhet fjalë për njerëz me veshka të shëndetshme, ata që kanë probleme normalisht që nuk lejohet ta konsumojmë. Por që kjo kreatina është bërë pak kështu sepse reklamohet shumë, por që nuk është se kushdo ka nevojë për kreatinën. Ai është për sportist që duan ta çojnë veten në limite dhe duan performancë. Një njeri që sa ka nis palestrën nuk ka pse, unë gjithë fëmijëve i them, masi bën një vit 2 vite, po, janë pasionant, duan ta çojnë trupin më tej, merre. Por në fillim ti s'di të bësh ushtrimet, çfarë duhet kreatina.